Kishim disa hetime për pengim të drejtësisë. A mund na thoni nëse keni qasje në dokumentat e çështjes 12? Çka do të thotë se kishim disa hetime për pengim të drejtësisë. Unë nuk e dija se sa çështje në fakt do të materializoheshin për pengim të drejtësisë. Si përfundim, patëm vetëm 3 raste, 3 çështje për pengim. Dhe unë nuk mund t'ua specifikoj ju se sa burime kemi pasur ne për çështjen 10, 12 apo 11. Edhe të gjitha këto ishin të ndërlidhura me çështjen 6. Sa djeni keni për çështjen 12, me që jeni staf i ZPS-s. A mund na thoni fillimisht, a keni lexuar dosjet e prokurorisë dhe të mbrojtjes për çështjen 12? Përgjigje jo. Ju lutem, a mund na thoni nëse keni qasje në dokumentat e çështjes 12? Përgjigje po, kam qasje. Faleminderit. Pyetje. Me që këto 2 çështje janë të ndërlidhura, a mund na thoni nëse keni dhe qasje në dokumentet e çështjes 6? Përgjigje po, kam qasje. Faleminderit. Pyetje. Me që këto 2 çështje janë të ndërlidhura, a mund na thoni nëse keni dhe qasje në dokumentet e çështjes 6? Përgjigje po, kam qasje në të gjitha dokumentet. Pyetje. Ju lutem, a mund na thoni cilat materiale keni lexuar për të përgatitur për dëshmin tuaj? Përveç deklaratave tuaja. Përgjigje. Lexova disa shënime që lidhen, dokumente që lidhen me mbrojtjen e dëshmitarëve, por nuk më kujtohet në një gjë konkrete. Është e vërtet që dëshmitarët e çështjes 6 kontaktoheshin rregullisht prej ZPS-s që të përditësoheshin në lidhje me ecurinë e çështjes nr. 6. E sakt, pyetje. Për shembull, para që ZPS-ja kishte synon të gjithë felicitata, përgjigje po. Pyetje, para që ata janë kontaktuar për të informuar se kur të fillonte çështja për gjykimin e ZPS-s, kur pritej, përgjigje sakt. Pyetje, a është saktë që zoti Mustafa dhe zoti Beslim Zyrvarapi janë intervistuar nga ZPS-ja lidhur me ndërhyrjen e pretenduar? Përgjigje po, jam ndjeni. Pyetje, a ka patur ndonjë dëshmitar tjetër nga çështja 6, që është intervistuar në mënyrë formale zyrtare të incizuar mes edhe me video lidhur me pretendimet për ndërhyrje? Përgjigje nuk më kujtohet.